Gërmimi i dy tuneleve me gjatësi 1.1 kilometra që lidhin Elbasanin me Librazhdin si pjesë e korridorit 8 do të përfundojnë në shtator të këtij viti, ndërsa dorëzimin në pranverë të vitit që vjen. Kryeministri Edi Rama dhe Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku inspektuan punimet, duke bërë me dije se fillimisht parashikohej ndërtimi i tuneleve me gjatësi 300 metra, por më pas projekti u rishikua për të shmangur prishjen e një sër banesash në Librazhd. Këtu nuk kemi një informacion të lehtë si ai i Llogaras, por nuk kemi as në një informacion të vështirë aq shumë sa Murizi. Jemi në diçka të mesme. Tunelet që të dyja janë 1.1 kilometër, kështu që në fund shtatorit do kemi përfunduar me gërmimin, pastaj do përdorim gjithë pjesën për të bërë dorëzimin në fillim pranverës të vitit tjetër. Aktualisht në korridorin 8 në drejtimin nga Elbasani në Qafthan punohet në 8 segmente me një gjatësi prej 26 kilometra, teksa Balluku dha informacion në lidhje me ecurinë e punimeve në secilën prej fazave. Ecuria është e mirë, kemi dorëzuar fazën e parë, ne sot operojmë, pra trafiku është i hapur në atë fazë. Nga ana tjetër në fazën e dytë kemi një ecuri prej 36%. Faza e tretë është kjo që shikoni këtu, jemi në 70%. Praktikisht ecuria është shumë e mirë dhe në fazën e 5 ku ndodhemi jemi në 52%. Duhet kemi parasysh që kjo është një rrugë e kategorisë B, interurbane, me nga 2 korsi secilin krah, është si bypassi i Fierit. Pjesë e korridorit 8 është dhe bypassi i Elbasanit, ku punimet nuk kanë nisur ende, ndërkohë që janë edhe 6 lote të tjerë në drejtim nga Elbasani në Rogozhin, ku aktualisht punohet. Sipas Ballukut, situata në këto segmente është më e lehtë për shkak të terrenit fushor. Balluku foli dhe për zonën e Hotolishtit dhe problematikën e krijuar me banorët që kundërshtojnë projektin për shkak të ndarjes së fshatit në 2 pjesë, duke bërë me dije se do të ndërtohen të gjitha hyrje-daljet me mbikalime dhe nënkalime.